një mesele. Por kur të prishet abdesti gjatë namazit, tazem, i ke fal 2 rekat namaz, në rekatin e 3 të prish abdesti. Çfarë do bësh në këto momente? Do vazhdosh namazin, do dalësh nga namazi, s'bëhet fjalë. Si do dalësh nga namazi? Disa persona japin selam. Selamu alaikum rahmetullah, selamu alaikum rahmetullah. Në radhë parë, selam e di pse jepet? Që ti të dalësh nga namazi. Ndërkohë që po të prish abdesti, ti s'ke më namaz. Atëherë s'ke çfarë dalësh nga namazi ti. Çfarë do të më vepru? Del direkt. Del direkt. Nuk ka nevojë fare të japësh selam. Pse? Sepse ti nuk je më në namaz në mënyrë që të japësh selam. Selami është nga pjesët e namazit. Kjo është e rëndësishme. E dyta, nëse shkon të marrësh abdest dhe kthehesh, do ta fillosh namazin nga fillimi apo do ta fillosh namazin në rekatin e 3 ku prish abdestin? Ç'a mendoni? Nga fillimi. Nga i 3. Normal se edhe dietarët e mëdhenj janë ndarë në 2 menime. Disa kanë thonë nga fillimi, disa kanë thonë në fjalë nga ajo. Tash do të marrim cila është e sakta. Kjo është ajo që na intereson edhe. Faktikisht shumica e dietarëve, edhe me dhëpet, siç është Imam Shafiu, Maliku dhe Imam Ahmedi, kanë thënë që ky person do ta fillojë nga fillimi. Kurse Imam Ebu Hanife thotë jo. Ky person do të fillojë aty ku e la. 2 rekatet e para për shembull i kanë vlerë. Tani do të marrim argumentin e të parit dhe argumentin e dytë. Ne gjithmonë do të flasim për formën e namazit pejgamberit alayhi salatu selam, po jo të flasim në një mënyrë që të imitojmë gjëra të shumë. Edhe të vi një tjetër pastaj të kundërshtoj, të vi një tjetër kundërshtoj, vi një tjetër kundërshtoj. Jo. Ti flasim këto janë argumentet në mënyrë të shkurtuar, thelbin e argumenteve edhe themi cila është më e sakta. Argumenti i shumicës së dietarëve është hadithi që transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij, Ebu Davudi në Sunenin e tij, po ashtu dhe Tirmidhiu në Sunenin e tij, nga Ali ibn Talq, i cili thot, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha fasa ahadukum fi salati falyansarif falatawadda. Kur t'i vinë gazrat ndonjëri për jush dhe lëshon me gjatë namazin lëshon gazra, pra e prish abdestin, atëherë thot ndonjëri për jush le të shkputet nga namazi. Të shkojë thot le të marrë abdes, wal yu'idi s-salate dhe ta përsërisë namazin. Ky është argument që do të më përsërit namazin. Kemi një hadith tjetër tash që e kanë marrë mëdhëbi Hanefi dhe disa dietar të tjerë. Transmeton Ibn Majah në Sunenin e tij nga Aisha, e cila thot ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, men asabahu qai'un, çdo njeri që gjatë namazit vjell me shumicë, mi fel mushet goja plot edhe vjell, ose thot asabahu ru'afun, mi fel i del gjak prej hundësh, ose medhjun, mi fjal i del nga organi i tij, dalin ato pa pastërtit, mi fjal që zakonisht nga njëherë dalin bashkë me urinën, ato si quhen ato në shqip. Nëse e dini emrin. Kush është biolog këtu, mjek. Thot falyansari falyatawadda, po ashtu le të shkputet thot nga namazi dhe të shkojë të marrë abdes. Pra edhe të shkputet, edhe të marrë abdes, kundër, mi fel komplet kundër nga hadithi që tham pak më parë, thumma liyabni ala salatihi, pastaj le ta ndërtoi aty ku e la. Mi fel mos ta filloj nga fillimi, wa huwa fi dhalika la yatakallam, nëse ai vazhdon të mos flas. Domethënë, të prish namazi në rekatin e 3, shkon me një herë, nuk flet me njëri, merr abdesin dhe kthehesh po ashtu namaz, në mënyrë që të kapësh imamin, ose mund të kapësh namazin nëse ti je duke u fal tek. Mi fel nuk je duke u fal me imamin në xhami. Ky është mendimi i Hanefive dhe argumenti i Hanefive. Tani më fal. Lind pyetja. Këto janë 2 hadithe që kundërshtojnë njëra tjetrën. Cilën do marrim tash? Problemi është se që të 2 hadithet janë dobta. Që të 2 hadithet janë të dobta. Në hadithin e parë kemi Muslim ibn Salam al-Hanafi që ka qenë mi fel majhul, një transmetues i panjohur dhe për rrjedhoj hadithin e tij nuk kemi si ta marrim për argument. Kurse në zinxhirin e hadithit dytë kemi Ismail ibn Ayashin, i cili nëse transmeton nga jo qytetarët e tij apo vendasit e tij që kanë qenë në Siria, nëse transmeton nga Medina, nga Iraku, nga Hijazi, nga Mekka ku ta diun tani, hadithet e tij po ashtu ky është i dobët. Që të 2 këto hadithe janë të dobta. Tani unë jo më kot po e them në këtë lloj mënyre, po e shtroj meselen këtë lloj mënyre. Nëse në këtë lloj meseleje që mund të ndodhi shumë kush ashtu si ku ka ndodhur shumë herë tek shumë besimtar, dhe që të 2 hadithet që flasin për të 2 mendimet janë të dobta, çfarë do bëjmë ne në këto momente? Çfarë do bëjmë në këto momente? Do shikojmë veprat dhe thënit e sahabëve. Dhe nëse do të hapim librin e madh të Musannefit Ibn Abi Shaybes,
do të shikojmë me vëmendje. Ebu Bekri, Omeri, Aliu, Selman Farisiu, Abdullah ibn Omeri prej sahabeve, kemi prej tabiinve, pastaj mi fel Tawusin, kemi Alqaman, kemi Ibrahim an-Nakhai, kemi Sha'bin, kemi Salim ibn Abdullah, që është çuni ibn Omerit. Kemi pashtu Ata ibn Abi Rabahun, kemi Mekhulin dhe të tjerë, po ashtu dhe Sa'id ibn Musayyib nga tabiinët e mëdhej, të cilët kanë thënë ta ndërtoi namazin aty ku e la. Ebu Bekri, Omeri, Aliu, po të fjalë për sahabët e mëdhenj. Atëherë në këto momente ne çfarë na mbetet të ndjekim? Do ndjekim ecurinë e sahabëve. Aq më tepër kur është pyet Aliu radhiyallahu anhu dhe ka thënë du ta ndërtoj aty ku është. Mjafton që ai s'du të flas me njerëzit. Pra shkon më një herë, merr abdes dhe kthehet e vazhdon namazin aty ku e la. Pra në këtë mesele për shembull, shikojmë që medhhebi Hanefi ose Ebu Hanife, Zoti më shiroft, ja ka qellu sepse ka ndjekur më shumë veprat e sahabëve. Aq më tepër kur thënia e Ibn Omerit, thënia e Omerit, babait të tij, Aliut, Ebu Bekrit, Selman Farisiut, që të gjithë do, atë hadithin që ishte i dobët, na vjen me zinxhire të saktë sikur është fjalë e tyre. Sikur është fjalë e Ebu Bekrit, Omerit, Selman Farisiut, Ibn Omerit dhe pra këtyre sahabëve dhe tabiinëve. Atëherë në këto momente ne do të marrim edhe pse tre medhhebet e tjera, pra shumica ka shkuar me atë lloj mendimi, ne do marrim sahabët e mëdhenj. Do marrim tabiinët e mëdhenj dhe do të veprojmë atë që nëse do ta prishim namazin, do të dalim jashtë, të marrim abdes, nuk kemi punë me dynjan, nuk kemi punë me njerëzit e tjerë, atëherë e kthemi dhe ndërtojmë namazin aty ku e lam. Meselej inshallah deri këtu është e qartë.